ndër më të sigurt në botë është Wizz Air për qytetarët tonë dhe bileta shkojnë deri në 14 euro. Mas pari do të me ditë situatën cilën kemi ardhë. Ne kemi pas një situatë ku ka ndodhur në ndërkohë liberalizimi i vizave dhe është rrit numri i pasagerëve. Tash çka është vao që qytetarëve të Kosovës u mundsu me pas fluturime të sigurta dhe të lira. Fatkeqësisht pak muj me thonë. E bona një krahasim është Ryanair, EasyJet, Wizz Air. Qeveritë përkatëse në Shqipëni, Maqedoni kanë subvencionu. Paramendo, përderisa qeveria e Kosovës po thonë që u rrit kerozina dhe po anulohen fluturimet, Wizz Air në Shqipëni i ka 70 destinacione dhe këtë vit ishtin edhe 8 destinacione të reja. Maqedonia i ka 40 destinacione dhe ishtin edhe 7 destinacione të reja. Ne aq progres ka pas nga qeveria Kurtis, 6 i kemi pas në 2020, 6 janë tash. Ryanair ka hinë Shqipëni me 47 destinacione. Kosova s'ekziston hiç. Pra, nuk ka asnjë zhvillim në rritjen e kualitetit të fluturimeve. Sa i përket sigurisë, nëse bëhem deputet, pyetja e parë e imja, kërkesë që do të kem lidhje me fatin e fluturimit të vitit kaluar, të shtatorit, në 10 shtator, ku një aeroplan pa kontroll duhur teknik, ka pas defekt gjatë fluturimit, është sjell 3 herë për 25 minuta rreth përmbi kek dhe mendzi që ka aterru. Ka hetim ndërkombëtar për këtë aeroport, për këtë fluturim, kërkush s'merret në këtë shoqëni me këtë punë, kurse të nesërmen NATO i ka ndaluar të gjitha fluturimet mbi kek. Pra, po flasëm për një sistem ku subvencionimi të shbo një kontratë e re, dhe nëse ne vim pushtet kemi me bo kontratë, edhe me EasyJet, edhe me Wizz Air, kemi me rrit numrin e fluturimeve, sepse më të lirë dhe më të sigurt janë pikrisht, ndër më të sigurt në botë është Wizz Air për qytetarët tonë dhe bileta shkojnë deri në 14 euro, kemi me bo pikrisht me këto kompani.